Në debatin e sotëm, i cili u mbajt paralelisht në Kuvend, deputetët votuan për interpelancat kundër 5 antarëve të Këshillit Gjyqësor. Tanja Çaçarova Ilievska deklaroi se nuk do të marrë pjesë, duke potencuar se interpelanca e një antari të Këshillit Gjyqësor është veprim i kundërligjshëm dhe antikushtetues. Interpelanca e një antari të Këshillit Gjyqësor është e paligjshme dhe akt antikushtetues. Në interpelancë shoh se parashtruesit e saj referohen dhe këtë e dëgjojmë vazhdimisht në media për të drejtën e tyre të garantuar me kushtetutë për të paraqitur interpelancë sipas nenit 72 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, dispozita e nenit 68 paragrafi 1.15 ka një zgjidhje tjetër kushtetuese. Aty thuhet se një interpelancë mund të bëhet kundër çdo bartësi të funksionit publik që përgjigjet para Kuvendit. Antarët e Këshillit Gjyqësor në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin për Këshillin Gjyqësor, i cili është një lex specialis dhe të cilin Kushtetuta i referohet në lidhje me çështjet thelbësore që kanë të bëjnë me Këshillin Gjyqësor, përkatësisht përbërjen e Këshillit Gjyqësor, mandatin e antarëve të Këshillit Gjyqësor, kompetencat e Këshillit Gjyqësor, kushtet dhe procedurën e shkarkimit të antarëve të Këshillit Gjyqësor, përgjegjësia e një antari të Këshillit Gjyqësor janë çështje të cilat në përputhje me Kushtetutën më konkretisht dhe me vendosshmëri janë të shpjeguara dhe të rregulluara me ligjin për Këshillin Gjyqësor, tha Çaçarova Ilievska. Edhe Milazim Mustafa në letrën e tij drejtuar Kuvendit në lidhje me interpelancën thekson se pushteti ekzekutiv, por edhe ai legjislativ, në vend që të hapin debat publik për të gjetur zgjidhje adekuate për përmirësimin e gjendjes dhe kthimin e besimit të qytetarëve në institucione dhe sistemin gjyqësor, ata edhe më tepër e rëndojnë situatën dhe nisin një praktik deri më tani të papar, duke bërë presion direkt ndaj antarëve të caktuar të pushtetit gjyqësor. Përmes interpelancës, tentohet të konstatohet përgjegjësia ime individuale, si pjesëtari një organi kolektiv ku vendimet merren me shumicë votash, pa mos e përmendur as edhe një herë emrin tim në tekstin e së njëjtës, apo dhe pa e ditur apo analizuar fare rolin tim në disa nga lëndët që janë përmendur në tekstin e interpelancës. Për atë, Kuvendi si bartës i pushtetit legjislativ duhet të respektojë ligjet që i ka sjell, si dhe dokumentet ndërkombëtare që i ka ratifikuar, dhe mos të bëjë shkelje që në të ardhmen mund të dëmtojnë imazhin e shtetit para organeve dhe gjykatave ndërkombëtare, sepse me veprime të tilla në mënyrë direkte dhe flagrante më thyen të drejtat e mia të fituara me ligj, si dhe pa u konstatuar faj apo ndonjë lëshim nga ana ime, qoftë personal apo profesional, të privohem nga një drejtë e fituar. Përndryshe, sot në Kuvend u zhvillua seanca e 40 ku në rendite ishin 5 interpelanca për punën e antarëve të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur nga Kuvendi: Vesna Adameva, Pavlina Crvenkovski, Milazim Mustafa, Tanja Çaçarova Ilievska dhe Selim Ademi. Nisma e dorëzuar më 7 shkurt u mbështet nga 67 deputet të mazhorancës qeverisëse, por ata do të duhet të vendosin vetë nëse do të largohen nga detyra siç e kërkon ligji për Këshillin Gjyqësor.